Ndodhur me primare dhe atë që erdhi pas primareve, lista e kandidatëve për deputet të opozitës, do flasim në këto momente. Kam tëftuar Alesja Balliun, e cila ka qenë edhe pretendente për të qenë në listat e Partisë Demokratike të mbyllura, por u largua minutë fundit dhe u regjistrua te Shqipëria bëhet me Adriatik Lapajn. Por çfarë ka ndodhur? Alesja, faleminderit, kënaqësi që të kam studio live. Ti më the kur komunikuam ditën e sotme bashkë që ke disa denoncime të forta për të bërë. Përse fillimisht nuk pranove ti është në listat e BD-s në Elbasan, ku ti ke dhe kontribut? Unë nuk mund të jem pjesë e listave të Partisë Demokratike, kur në listat e sigurta Partia Demokratike vendos njerëz të Partisë Socialiste. Dhe është listë e dirigjuar nga Edi Rama. Kush janë këta njerëz? Është kandidatja femër, Klodiana Çapja, të cilën ka prej vitesh dhe po t'ja shohësh aktivitetin edhe në Instagram, që më shumë reklam i bën vetëm Alketa Vesiut dhe vendin ku punon. Dhe kjo bie ndesh me atë çka Berisha deklaron, që gjatë gjithë kohës sulmon burrin Alketa Vesiut për lidhjet e Ramës dhe këtë të fundit e bën deputete në minutë fundit. Unë nuk mund të jem në një parti ku nuk e besoj më, dhe kur shoh që PS-ja dhe PD-ja janë një. Thjesht është pateric e Edi Ramës. Drejtoresha e Alketa Vesiut, kandidatja në listë mbyllur e PD-s së Elbasanit, është vendosur nga Edi Rama. Pra ti po thua që Rama kontrollon PD-n? Po. Duke u nisur nga ky element? Jo vetëm nga ky element, por nga disa faktorë që bin ndesh nga ato çka Sali Berisha thot dhe bën. Kjo nuk është vetëm rasti i parë. Sa do respektoj primaret. Primaret, unë kam kolegun tim që së bashku e morën vendimin për të shkuar te Shqipëria. Pati një problem familjar minutë fundit, por është na bashkohet më vonë. Që ishte më i votuari në primare dhe u la jashtë liste, sepse Partia Demokratike nuk i do njerëzit që punojnë, njerëzit që japin kontribut dhe njerëzit që thojnë të vërtetën. Kush thot vërtetën ka probleme me këtë parti. Po përse nuk do të fitoj zoti Berisha, për çfarë e bën gjithë këtë? Gjithmonë o e marrë të miqëntë që thua ti gjithmonë, ase? Në rastin e kësaj vajzës është bërë një pazar midis Flamur Nokës, Luciano Boçit, Alketa Vesiut dhe kësaj të fundit. Dhe kjo gjë ka nisur, unë e mora vesh 48 orërshin e fundit, pasi kishte përfunduar primare dhe gjithë gjëra pa u bërë publike lista finale, ku unë nuk kam pranuar të jem në lista apur tek Partia Demokratike, dhe jo se kisha fri nga lista e apur, se unë sot jam kandidate për deputete në lista apur një partie tjetër. Dhe këtu bie e gjitha e termi që thojnë ajo donte listën e mbyllur o s'ka. Unë nuk mund të lejoj të përfaqësohem nga individ që i sjell Rama. Dhe kjo është kryesore dhe bin ndesh me kauzën që unë përfaqësoj. Se unë në këtë studio jam zënë me shumë kolegë tuaj dhe ti e di shumë mirë dhe më thonin Alesja ato janë bashkë, unë i thoja jo. Se unë besoja te ideali, besoja te vlerat, besoja te Partia Demokratike. Dhe tek ajo çka unë transmetoja. Dhe erdhi dita që më erdhën edhe prova që kjo gjë është e vërtetë. Pra, ti po thua se duhet ta marr hapasapi, që ta serën pak opinionin publik. Ka patur një bashkëpunim Flamur Noka me Luciano Boçin për të futur zonjën, si e ka emrin se? Klodiana Çapja. Çapja. Po. Tani ka qenë një bashkëpunim edhe e kanë vendosur. Mua më kanë ardhur prova, materiale që kjo ka ndodhur pa u zhvilluar primaret fare ardhur. Cilat janë provat? Atëre, provat unë i kam këtu, lutem afro pa kamerën. Po, regjia na ndihmon. Dhe këtu tregohet qartë se si Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, vërteton qartazi që Luciano Boçi. Po, regjia ka dhe mesazhin. Që Luciano Boçi, nënkryetari i PD-s-s, ka bërë telefonata që kjo vajzë të dali fituese në primaret e Degës Elbasan. Ju lutem afrojeni numrin për transparencë demokratëve që më kanë ndjekur dhe din gjithmonë që unë denoncoj dhe them vetëm vërtetën. Po, mund në aserësh pak këtë mesazh, çfarë thot mesazhi? Mesazhi është një qytetar, një demokrat i devotshëm i qytetit Elbasanit, i cili i dërgon 3 ditë përpara listës Flamur Nokës një link të gazetës ekskluzive që thot Edi Rama fut në listën e PD-s Elbasanit kandidatin Klodiana Çapja, punësuar drejtoresht te kompania ku pronar janë miqtë ngushtë kryeministrit Edi Ramës. Po. E çfarë thot Flamur Noka? Nuk i han kush këto pralla. Thot Flamurit, lutem ma je pak. Po, regjia na ndihmon prap. Që t'jemi korrekt me të gjithë demokratët që kanë besuar tek unë dhe ta dinë dhe arsyen e largimit tim. Po, Klodiana ka pas mbështetjen e Luçit, po, por vetëm kaq. Personi demokrat thot është e vërteta. E di unë se kë ka telefonuar Luciano për t'i dhënë votat.
Ky është procesi i primareve të Partisë Demokratike, procesi Flamur Nokës dhe procesi i Luciano Boçit. Këto janë interesat që e lidhin ngushtë me Edi Ramën. Kush voton këto kandidat ka votuar Ramën, nuk ka votuar kauzën opozitare. Ju lutem. Pra, e dinte zoti Noka që ishte një proces i kontrolluar? I kontrolluar, madje ka qenë i para përgatitur. Këtu ke mesazhet, ky është numri Flamur Nokës, unë e bëra transparente. Pra e dinte dhe prap e la garën që të zhvilloj, apo jo? E bëri garën që të zhvilloj, mua QSMS ka ardhur më pas. I kam shkruar zotit Noka, nuk ka marrë përgjigje. Për historitë të cilat këta bëjmë pazare, sepse janë bashkë, PSD, Drejtorisha Alketa Vesiut e ritheksoi është në listat e mbyllura të Elbasanit, duke mos pasur 4 vitet e fundit fare aktivitet politik, një reagim për Sali Berishën apo në dalje në media. Po e bëj pakun avokatin e palës tjetër, por fakti që ka punuar në një kompani private, jo domosdoshmërisht e ka quar Rama. Përse ti dyshon që është Rama nga mbrapa? Unë dyshoj që është Rama nga mbrapa dhe jam e sigur që është Rama nga mbrapa për arsyet shumëta të disa fotografive që unë do ja u servir juve në ditën në vijim për t'ju vërtetuar vërtetësinë e këtyre që po flas me fakte, me këhan dhe pin dhe rrin tërkohën me Partinë Socialiste. Këto janë pazare që janë bërë në tavolinë, nuk mund të vi një person anonimat. Ju tregoj edhe Instagramin personal që nuk ka as edhe një postim politik, publik, tjetës politike në Partinë Demokratike. Se s'kemi shumë po për ata, por Alesia... është bosh, është null. Megjithatë, Alesia, mos ndoshta është një bashkëpunim që kanë bërë për shkak se Fisi Çapja ka patur një afilacion djathas, mund t'jetë kjo? Unë sot dua të me që mundale dhe më kalove në temën, sot mbas një deklarate që kam dhënë të adyshi, lidhje me vërtetësinë... Në televizion tjetër, po. Në lidhje, po, para dite, në lidhje me vërtetësinë e mesazheve të Flamur Nokës, që vërteton qartasi, që këto vota i ka bërë në kryetari PD-s Luciano Boçi, më ka ardhur telefonata nga kandidatja, Klodiana Çapja, të cilës unë nuk ja kam hapur. Më mbrapa pastaj gjithë fisi bandave, që Sali Berisha i vendos në listë të sigurt, mua më kanë telefonuar numra nga Londra pa fund. Telefoni im për pak minuta do shkoj në prokurori dhe nga prokuroria do shkoj në SPAK. Çdo telefonat që bëhet nga bandat që vendos PD-ja në listën e Elbasanit për të më intimiduar, do ketë denoncimin dhe mua nuk ma mbyllin dot gojën. Unë do them gjithmonë të vërtetën në studion, polici, prokurori dhe ku do qoftë. Bandat nuk mund të triumfojmë. Pra të kanë kërcënuar, po thua, apo jo? Po, kanë ardhur telefonatat të ndryshme mbas telefonatës kandidates, të cilës janë të gjitha nga Londra. Janë i gjithi nga bandat dhe krimi organizuar që Sali Berisha i vendos në listat e mbyllura në dakordësi me Ramën në qytetin e Elbasanit. Këto janë deklarata shumë të forta, shpresoj që drejtësia të dëgjoj dhe të marrë... Patjetër, unë do shkoj mbasi të mbaroj me ty, do ta çoj telefonin tim prokurori dhe mbrapa në SPAK sepse jam shumë e shqetësuar. Por kjo gjë nuk më ndalon mua, as më intimidon se në vërtetën në studion tuaj dhe në çdo studio tjetër televizive. Unë kam një detyrim me qytetarët dhe prandaj erdha edhe këtu që ato ta kuptonin dhe lëvizjen time të minutës së fundit, pse u largova pasi mora vesh çfarë paçavure dhe çfarë pazaresh bën Flamur Noka, Luciano Boçi, Edi Rama dhe gjithë kjo paçavure që është bërë për personat të lidhur me krimin organizuar. Ndërkohë, Alesia, ti po e përmend shumë pak zotin Berisha. Beson që ai di këto punë, pra është pjesa apo nuk di? Unë nuk besoj që zoti Berisha nuk është i informuar. Unë e takova personalisht dhe informova zotin Berisha 2 orë para bërjes listave. Çfarë tha? Ai nuk sa absolutisht asgjë. Unë e informova. Do të thotë që është dakord që njerëzit e Ramës ta përfaqësojnë, është dakord të rrinë opozit dhe nuk është më me arsyen më të madhe që të vinë pushtet. Unë e kam informuar për gjithë shka. Ndërkohë si vendose të shkosh te Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt? Tani ky ka qenë një vendim që e mora bashkë me Dashin, kolegun tim për hir të vërtetës, ne kishim kishim telefonata të pafundme, edhe e kishim nga shumë parti. Gjatë gjithë kohës ishim duke biseduar edhe i thash Dashi ku, më tha Alesia te Shqipëria bëhet, edhe ti ku ne njifja se kisha dhe koleg, avokat edhe vendosëm së bashku, sepse ishte partia që na përfaqësonte në garë, në kauza dhe kemi bërë të njëjtën opozit deri tani. Që ka qenë lidhje, ka qenë e njëjta opozit kundra kasës vjetër, se ti e di që unë kam thënë këtu shumë herë që PD me këmishat e vjetra nuk fiton kurrë, duhen njerëz të rinj, duhen individë që ta përfaqësojnë. Për diasporën, kemi qenë pro votës, për listat e hapura, kemi qenë
pro, unë personalisht, dashi personalisht, prandaj gjithë kauza jonë ishte ngjashme me atë të Adriatikut edhe vendosëm që të shkonim tek Shqipëria bëhet, sepse ne jemi opozitar. Unë dhe dashi kemi pas oferta nga Partia Socialiste mbrëm, që t'ishim pjesë e listës mbyllur, por neve jemi demokrat, i shëndrojmë kauzës, i shëndrojmë vlerave tona dhe ne do vazhdojmë të jemi në opozit. Unë dhe dashi nuk kemi frikë nga lista hapur, po e vërtetojmë ne në lista hapur jemi, nuk po vunim për karrike. Pra, kjo duhet sqaruar, pra që nuk e nikur për listën mbyllur. Ne jemi në lista hapur, por ne jemi kundra listës mbyllur të pazareve të Flamur Nokës, Edi Ramës, Luciano Boçit, me fakta. Këto janë primaret e PD-s. Kushdo që hyn atë garë nuk po bën garë. Thjesht bëhet vullneti Flamur Nokës e një individi që nuk e do më askush në Partinë Demokratike. Nuk Alesja, duke bërë një krahasim me qenë se u rikthyen përsëri. Primaret, si do t'i quash? Tashmë që kemi shumë emra që kanë marrë shumë vota jashtë. Tani si t'i quaj primaret më. I di unë thot kush i ka bërë Luciano votat thot me telefon, numri Flamur Nokës. Ti thu si do quhen primaret. Primaret dashi fitoi u la jashtë, Jorida Tabaku fitoi u la jashtë. Ai i Kavajës fitoi u la jashtë. Ti pyet për primaret. Tani fakti nuk ka nevojë. Po përse sipas e bën zoti Berisha gjithë këtë? Ai ka bërë për të tallë me demokratët. Në fund e vendosi Flamur Noka. Listë me besnik më shumë. Si? Listë me besnik më shumë se sa listë me xhaketa të vjetra dhe me humbje të sigurt 11 maj. Kjo lloj liste ishte. Dërko, ke patur telefonata pas vendimit nga demokrat? Pa fund edhe demokratët kanë qenë shumë mirë kuptues dhe kanë kuptuar që punën, vlerësimin, mundin, D-ja nuk i do. Dhe ishin të zhgënjur, si unë ka shumë. Këtë ta garantoj. Madje një veçori të veçantë që dua ta them këtu është që gjithë zonjat e qarkut Elbasanit, Doris Madhi, Silvi Bardhi, Zheni Gjergji nuk pranuan. As unë jo të drejtoheshim nga ky personazh. Njërën e ke pedagogen, tjetrën për mediat, unë avokate. Pra nuk kam pranuar që t'jenë në lista hapur fare. Jo, sepse humbin dignitetin. Refuzim në blok ndaj zotit Berisha. Pa tjetër, me dikë që ka diplomë Elbasani. Me dikë që ka diplomë Elbasani, me dikë që nuk është mediatik, me dikë që është i lidhur këm me kokë me Edi Ramën dhe me bandat, cilat më shqetësojnë mua në telefon. Do t'i bëj thirrje prokurorisë dhe do t'i jap numrin tim, e risem sërish, për këdo dhe ja them nga ekrani, atyre që më shohin Londër, që nuk më intimidojnë dot. Çapjat nuk më intimidojnë dot, nuk më mbyllin dot gojen. Ndërko, nëse do edhe zonja Çapja të bëjnë një reagim, është e lutur në telefonin tim për hitës transparencës, nëse do dojë të bëjë reagim edhe ajo, është e mirëpritur, nuk kemi asnjë problem, asnjë shqetësim. Alesja, kthehemi pak te Shqipëria bëhet, sa mandate ose çfarë synoni në këto zgjedhje në Elbasan, qarkun ku ti përfaqëson? Për mandatet e Shqipëria bëhet, kemi një ekip mrekullueshëm dhe do flasim më 11 maj për rezultatet. Po organizoheni, objektivi cili është? 1-2 mandate më shumë? Maksimal. Ndërkohë për të kthyer përsëri tek këto deklarata të forta, se janë deklarata shumë të forta që ti bëre. E shikon që Partia Demokratike mund të rikthehet në pushtet me këto lista apo jo? Absolutisht jo, është humbse. Është patëritë e Edi Ramës, nuk po hyn për të fituar. Nëse do donte lista për të fituar, do bënte lista dinjitoze, jo listat për lyera. Nuk o pak nëjësit janë të shumta, kemi ndjekur edhe disa deklarata që kanë bërë deputetë të tjerë sot. Megjithatë, po vijnë disa reagime, janë demokrat, po gjithsesi nuk kemi mundësi që ti ndajmë në këto momente. Rruga jote është pak kthim apo rruga ime është rruga opozitarizmit e të vërtetës të jem zëri i qytetarëve. Unë nuk kam frikë nga gara, kam shkuar te Shqipëria bëhet se ka garë, ka meritokraci dhe ka drejtësi. Çdo njeri mund të kandidojë dhe kush është më i preferuar i popullit, ai do hyjë në parlament. Unë nuk vuaj për karrike. Për karrike vuajnë pazaret e Flamur Nokës. Unë e di gjithë Partia Demokratike, gjithë këto vite që vetëm jap dhe vetëm luftoj për kauzat. Kështu që absolutisht unë një gjë që është e padrejtë nuk mund t'i rri ushtar. Jam me të vërtetën dhe me të vërtetën do jem deri në fund. Ndërkohë, meqenëse po shkojmë deri në fundit të kësaj interviste, cili është mesazhi që ti jep të gjithë atyre të rinjve që ndoshta ende besojnë te zoti Berisha se mund të bëjë rotacionin politik? Rotacioni politik me xhaketat e vjetra nuk ndodh. Dhe këtu do flasim prap mbas 11 majit. Nuk ka si të ndodhi. Nuk e frymëzon më Flamur Noka, Albana Vokshi, një të ri. Nuk ka për çfarë ta frymëzoj. Ta frymëzoj për pazaret.
ta frymëzoj se si nuk vlerësohet puna. Për çfarë do ta vlerësoj? Për çfarë do ta besoj? S'ka. Ato janë zero. Dhe zero do jetë rezultati i tyre. Për këtë t'jesh i bindur. Mirë, erdhëm në fund të kësaj interviste. Lesja, faleminderit, suksese në iniciativën e re politike. Kalojmë në japësim me reklama, qëndrojmë me ne, kthehemi pas pak me lajme të tjera.